Aktiviteti më i madh që është organizuar ndonjëherë në Shqipëri, Giro d'Italia, do të përfshijë edhe territorin e Bashkisë së Vlorës. Në këtë kuadër, për të folur për planin e masave, është organizuar këtë të njëjtë një takim me të gjitha institucionet shtetërore, vendore dhe të policisë së shtetit për mbarvajtjen sa më të mirë të aktivitetit që në Vlorë do të zhvillohet më 11 maj. Të pranishëm edhe drejtues të drejtorive dhe ndërmarrjeve të ujësillës, kanalizimeve dhe shërbimeve të Bashkisë së Vlorës. Kryetari i Bashkisë Ermal Dredha theksoi se ky do të jetë një event që ka një vëmendje ndërkombëtare dhe se janë marrë të gjitha masat. Është nga garat në fakt që ka apo eventet sportive që ka një vëmendje në nivel ndërkombëtar, pra ndiqet live në kohë reale nga 200 botës. Pra nuk është diçka që ndodh në përditshmërinë, sidomos po flas për vendin tonë në Shqipëri. Pra duhet ndjemi shumë krenar, edhe bashkë me krenarin vijnë edhe ato sfidat që dalin për të çuar përpara gjithë procesit. Ne në fakt kemi bërë disa takime, është për një grup ndërministror për organizimin dhe për mbarvajtjen e këtyre aktivitetit, qoftë Tiranë, qoftë Durrës, por ne sot jemi mbledhur për Vlorën. Ne qenë se koincidon për fat mirë apo për fat keq, këtë nuk mund ta them unë, po koincidon datë 11 maj, gjë e cila, siç e dini të gjithë, ka edhe një event tjetër kombëtar që janë zgjedhjet, e patjetër që duhet të merrem masa paraprake që mos të kemi përplasje sa i përket këtyre aktiviteteve. Në fakt, Bashkia e Vlorës në bashkëpunim edhe me organizatorët, të cilët kanë bërë disa inspektime në terren, duke filluar që nga Vlora, pastaj duke marrë gjithë itinerarin nga rruga Lumit Vlorës, kthehemi prapë në qytet duke përdorur rrugën nga tuneli i Llogaras për të mbritur pastaj te vija e finishit që është në Lungomare. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha theksoi se është bashkëpunuar me autoritetin rrugor shqiptar dhe Fondin Shqiptar të Zhvillimit që akset rrugore ku do të kalojë Xhiro Italis të jenë me standarde dhe pikërisht për këtë qëllim, po zhvillohen edhe disa ndryrje. Për gjitha këto, në fakt ne kemi ndarë pakën si bashki, do të flas për bashkinë e pastaj do të kaloj fjalën gjithë pranishëm me këtu. Sa i përket pjesës së infrastrukturës brendshme të qytetit, gjë e cila ka qenë një nga kërkesat kryesore nga organizatorët dhe është normale, edhe për të evituar çfarëdo lloj aksidenti apo incidenti që mund ndodhi. Në bashkëpunim me Fondin e Zhvillimit edhe me ARSH kemi parë gjitha problematikat që mund të jenë përgjatë segmentit që do të shkojë kjo xhiro. Janë marrë masa deri diku, ndërkohë që ne kemi filluar para 2 ditë më parë, mos gaboj, kemi filluar shtrimin e rrugës nga tuneli deri në Orikum. Siç e dini, aty ka gati 2 vite e gjysmë tashmë që po bëhet një investim i ri, duke zgjatimi Lungomares, Lungomare 2 që e quajmë. Por më në fund, me angazhimin e Fondit të Zhvillimit, ne po konstatojmë, po shikojmë që ajo rrugë po shtrohet dhe shpresojmë që deri në datë 8 maj, që është edhe deadline, pra është vija e finishit, ajo rrugë të jetë gati. Ndërkohë në bashkëpunim me drejtorinë e infrastrukturës në qytet, po ashtu edhe me drejtorinë e ujësillësit apo gjithë sektorët e tjerë që ne kemi këtu, po shikojmë çfarë janë problematikat e brendshme në qytet. Kemi filluar të ezaurojmë gjithë ato pjesët e puseta apo puneta apo që janë në rrugën ku kalohet kjo xhiro. Janë marrë masat konkrete, janë disa problematika të vogla që ne mendojmë që shumë shpejt, po 2-3 ditësh, 4 ditësh maksimumi i mbyllin edhe ato. Ndërkohë është kërkuar nga organizatorët të disa tabela për gjatë këtij segmenti, sidomos pjesën e brendshme të qytetit, edhe ato janë hequr që mos të ketë pengesë kur kalojnë ciklistët. Ashtu sikurse kemi edhe pjesën e disa pengesave që janë për gjatë bulevardit të qytetit, që janë pengesa në fakt betoni, që këto kanë qenë pjesë e konceptit të projektit kur kemi bërë bulevardin e qytetit, por janë kthyer në pengesë, qoftë për qytetarët në disa raste, në disa segmente caktuara, por edhe siç u konstatua nga organizatorët e eventit. Përfaqësuesi i Ministrisë, pjesë e grupit ndërinstitucional, ka theksuar se çdo kërkesë e organizatorëve do të përmbushet me të gjitha standardet që ata kanë kërkuar. Është e rëndësishme që fillimisht trajektoria të jetë e garantuar brenda fateve që është kërkuar dhe trajektoria pra rruga ku do kalojë gara të ketë gjithë parametrat e nevojshëm për sa i përket sigurisë dhe elementeve të tjerë që lidhen me mundësinë e zhvillimit të një ngare që nuk ka probleme. E dyta lidhet pastaj me faktin e gjithë pjesës tjetër që është pastërtia dhe gjithë kërkesat e tjera që lidhen me një promovim sa më të mirë, jo vetëm të vendit, qytetit, Vlorës apo të gjithë po themi trajektores nga ku do kaloj po themi Giro d'Italia. Kështu që
masat që janë duke u marrë. Ne duhet të fokusohemi dhe duhet të sigurojmë hapasapi për një monitorim të vazhdueshëm. Drejtori i përgjithshëm i Policisë Rrugore Altin Qato tha se Policia e Shtetit ka përvojë në organizimin e këtyre aktiviteteve, por ky është më i madhi që është organizuar ndonjëherë në vendin tonë. Sipas tij, policia do të bllokojë akset rrugore, ku do të kalojnë 3 etapat e Xhiros së Italisë. Policia e Shtetit ka detyrimet kryesore për bllokimin e akseve rrugore, pra gjithë itinerarin ku do kalojë Xhiro, 3 etapat e Xhiro Italias. Pashtë sot jemi po flasim për Vlorën, por janë 3 etapa, pra etapa e parë Durrës-Tiranë, etapa e dytë bëhet në Tiranë një garë kronometrike dhe etapa e tretë është e Vlorës. Përveç sa kemi detyrim eskortimin e afërt të garuzëve, sigurimin e rendit dhe qetësisë, rendit të sigurisë publike për gjithë aktivitetin, për tifozët, për pjesëmarrësit në këtë garë. Dhe një nga pikat e rëndësishme është në bashkëpunim edhe me bashkitë, kemi një komunikim me publiku, me qytetarët për rrugët që të blokojnë, devimet e mundshme për të ardhur ndihmë qytetarëve, pasi është shumë e rëndësishme që të kemi një balancim të drejtë ndërmjet sigurisë në nivelin e duhur të garës, por dhe marrëdhëniet me qytetarët tanë që të shmangin sa më shumë bllokimet e panevojshme. Vlora do të jetë në sytë e të gjithë botës në 11 maj, përmes qindra kamerave që do të pasqyrojnë këtë event sportiv, por që është edhe një promovues shumë i mirë për turizmin në mbar botën.